Benita përballet me Claudin në një debat të gjatë dhe të tensionuar, ku emocionet dalin hapur dhe fjalët bëhen gjithnjë më të forta. Ajo i qëndron përballë, e sigurt në veten e saj, dhe i thot hapur se Claudi gjithmonë ka pasur një ëndër të ketë në krah një vajzë si Benita. Sipas saj, kjo nuk është rastësi, por diçka që është parë në mënyrën se si ai sillet, në fjalët që zgjedh dhe në vëmendjen që i ka kushtuar asaj që nga fillimi. Benita vazhdon duke theksuar se ajo e ka kuptuar prej kohësh këtë fiksim të Claudit, edhe pse ai përpiqet ta mohojë. Ajo thot se Claudi shpesh e kritikon, por në të njëjtën kohë nuk arrin të shkputet prej saj, duke treguar se brenda vetes ka një dëshirë që nuk e pranon dot publikisht. Debati ashpërsohet kur Benita i thot se ai është i hutuar mes asaj që ndjen dhe asaj që dëshiron të tregojë para të tjerëve. Claudi përpiqet të reagojë, por Benita nuk ndalet. Ajo shpjegon se nuk është ajo që është e fiksuar pas tij, por e kundërta, duke akuzuar se çdo veprim i tij rrotullohet rreth saj. Sipas Benitës, çdo debat, çdo koment dhe çdo përplasje mes tyre vjen nga fakti që Claudi nuk e duron dot praninë e saj dhe forcën që ajo ka. Ajo i thot se një vajzë si Benita nuk është e lehtë për t'u përballuar, sepse nuk ul kokën dhe nuk pranon lojra. Kjo, sipas saj, është arsyeja pse Claudi ndihet i sfiduar dhe i tërhequr njëkohësisht. Debati merr për masa më të mëdha kur Benita e akuzon se po mundohet ta ulë për t'u ndier më mirë me veten, por pa sukses. Në fund, Benita e mbyll debatin duke i thënë se ajo e di vlerën e saj dhe nuk ka nevojë për miratimin e askujt, aq më pak të Claudit. Ajo thekson se nëse dikush është i fiksuar në këtë histori, nuk është ajo, por ai që nuk arrin ta pranojë të vërtetën. Atmosfera mbetet e rëndë, me tension të lartë, dhe debati lë pas shumë heshtje, shikime dhe emocione të pashprehura që vazhdojnë të ndihen edhe pasi fjalët mbarojnë.